Si e shikoni, zoti Azexhi, figurën e Skënderbeut në narrativën moderne shqiptare, aktualisht? Skënderbeu është një person i parëndësishëm në historinë e shqiptarëve, por me krijimin e Shqipërisë nga fuqitë evropiane dhe më saktë me projektin e shqiptarizmit që austro-hungarezët do të nisin në 1890-ën, pas Kongresit të Berlinit, evropianët kishin nevojë që të shpiknin një mit anti-islamik për këto fise fanatike myslimane që jetonin në Evropë. Për këtë arsye, sikur Theodor Falkozi përmend në një letër që ai i dërgon shërbimin sekret austriak në Vjenë, kur Falkozi do të bëhet edhe personi që do shkruajë i pari historinë e shqiptarëve, ai i propozon Vjenës që hero për këto fiset myslimane që ishin në Ballkan të ngrejnë mitin e një luftëtari që kishte luftuar në shekullin e 15 kundër Sultan Mehmetit me emrin Gjorgje Kastriota. Sipas Falkozit, në fund të shekullit të 19, miti i Gjorgje Kastriotës ruhej në fiset sllave të Malit të Zi, ku slavët e adhuronin atë sikur fjala bie ortodoksët e Elbasanit adhurojnë Shën Vladimirin. Dhe Falkozi thot me qënë se ky ka luftuar në këto territore ku janë këta myslimanët sot, ne duhet që ta projektojmë këtë person si heroin e këtyre fiseve, në mënyrë që këta të ndërtojnë një identitet ndryshe nga turqit. Megjithë se austriakët do të jenë të parët që do ta ngrejnë idhullin e Skënderbeut, Skënderbeu do të jetë i panjohur mes shqiptarëve deri në vitet 60. Do duhet që të krijohet shteti modern shqiptar në kohën e Enver Hoxhës, kur në vitet 50 do të jetë Bashkimi Sovjetik dhe agjentura sovjetike, e cila do të prodhoj filmin Skënderbeu, ku aktori Gjeorgjan Akaki Harova do të luajë figurën e Skënderbeut dhe fal modernizimit të Shqipërisë komuniste dhe elektrifikimit masiv, shqiptarët do të njihen me këtë hero mitik i cili i ngjan pak shumë Odises në filmin me Ciklopi, dhe ky hero së bashku me gruan e tij Donika Kastriota, e cila do të luhet nga Besa Imami, që ka qenë mamaja e Artur Zhejt që vdiq përpara disa javësh, do t'i futen shqiptarëve në përshpirat e tyre dhe do t'i krijojnë atyre këtë imazhin e një supermeni i cili është aty për të mbrojtur kombin nga turqit. Por edhe pse fillimisht miti i Skënderbeut do të shpiket nga propaganda austriake dhe italiane, me qëllim prozelitimi apo për t'i bërë shqiptarët që të braktisin fen e Allahut dhe të përqafojnë fen e Romës, në kohën e Shqipërisë, kur Skënderbeu do të bëhet me të vërtet i famshëm mes shqiptarëve, Skënderbeu që komunistët do të ndërtojnë, do të portretizohet si një hero laik, një hero i cili lufton kundër barbarisë turke, dhe kjo ishte slogani komunistëve në atë kohë që turqit janë aziatike dhe aziatikët janë barbarë. Por Skënderbeu i filmit të Akaki Harovës dhe Besa Imami, emri i aktorit Donika Besa Imami, ky hero nuk lufton vetëm kundër turqëve, por ky lufton edhe kundër Vatikanit dhe Venedikut. Pra, Enver Hoxha si aktiv modern i njeriu të ri shqiptar, së bashku me aparatçikët e tij, sigur Ismail Kadareja e të tjerë, do ndërtojnë një Skënderbe i cili do portretizohet sigur është shqiptar, është laik, është hero i shqiptarëve dhe është aty për të luftuar jo vetëm barbarizmin islamik,
kur e portretizonte propaganda komuniste, por edhe imperializmin perëndimor. Dhe ju në Tiranë keni atë bustin e Skënderbeut, dhe ky busti i Skënderbeut do të vendoset aty pasi Shqipëria prishet me Bashkimin Sovjetik në kohën e Khrushchevit. Dhe në kohën që Enver Hoxha do të prishet me Khrushchevin, nga frika që ai kishte se Khrushchevi po afrohej me Jugosllavë dhe me Titon, aty ku sot është Skënderbeu ka qenë busti i Stalinit. Do hiqet busti i Stalinit dhe në vendin e tij do të vihet busti i Skënderbeut. Pra çfarë ndodhi me shqiptarët është që pas luftës së dytë botërore, regjimi i Enver Hoxhës, heroin komunist, heroin kryesor që pati, ishte Stalini. Ku Stalini portretizoi si një farë Supermeni, si një farë Skënderbeu, si ati i kombeve të roboruara, si shtyrimtari i shqiptarëve nga pushtimi nazifashist. Por me prishjen me Sovjetët, çfarë do bëjë Enver Hoxha? Do ta hiqë Stalinin dhe do të sjellë Skënderbeun. Dhe Skënderbeu do portretizohet në mitologjinë nacionaliste shqiptare si një pararendas apo si një gjon pagëzor i cili i predikonte shqiptarëve që do vi një kohë e ardhur kur do vi një hero edhe më i madh se sa unë, ai është Enver Hoxha. Dhe shqiptarët në kohën e komunizmit, unë jam gjenerat që jam lindur në kohën e komunizmit, do të trushplahen në për shkollat e tyre me idhujtari dhe adhurim për atë-dheun, për shembull kënga e mentor Xhemalit për ty atë me këto male të larta etj. Po shqiptarët do të trushplahen që në vend që të adhurojnë Zotin, të adhurojnë malet edhe atë-dheun, dhe ky atë-dhe do jetë do formsoj një farë do të formsoj një farë besimi trinitar ku atë-dheu me Skënderbeun do të shërbejnë si biri dhe shpirti i shenjtë në trinitetin e krishterë, ku Enver Hoxha do të jetë pak a shumë ati i trinitetit të shqiptarizmit modern. Pra, Skënderbeu është një shqitje të cilin e nisi agjentura austriake, e mori katolikja italiane pas luftës parë botërore, e përvetsoi zogu për disa kohë por pas sukses, dhe më pas do të jetë Enver Hoxha i cili do ta marrë Skënderbeun dhe do ta bëj pjesë të trinisë së shenjtë të nacional komunizmit shqiptar, i cili ishte Enver Ade Skënderbeu.